Të garantoj që Edi Rama nuk heq dorë kur nga kontrolli i SPAK-ut. Nuk heq dorë. S'mund të heq dorë ai. Çfarë u tha, më falni lutem. Merrni pak, transkriptoni bisedën që ka bërë ai të nesërmen e komunikimit të aktakuzës së SPAK-ut ndaj Lubi Ballukut. Të nesërmen Rama, ajo i ka kërkuar Ramës të mbledhë në selinë e Partisë Socialiste. Në selinë e Partisë Socialiste. Kryesinë e Partisë Socialiste dhe qeverinë. Imagjino tani ti. Në atë mbledhje, violinë e parë nuk ka qenë Rama, ka qenë Lubia, e cila u kërcëllit të dhëmt, se i cilit aty, me kërcënimin guxoni, sepse ja fshin ato, filluan ato të ja fshin statuset, pëlqimet, shert, nga rrjetet sociale. Edhe kjo, e kuptoj që nga kjo fshira do kalonin komentet negative. E para që të flasi, para që do të flasë, do të marrë me vete, u tha aty. Dhe me gisht, njerë të regon të Ogertën, e cila duket i shku nërmen se da zëvënsonte, herën tjetër Plumbeshën, pra nuk la edhe, po këta i ka zjedh vetë, ta shumicën e këtë ministra i ka zjedh vetë, pra këto që i konsideronte, fliste dhe i tregonte me gisht. Dhe Rama, pasaj, të themi këtu, thoshte, që SPAK-u është kundër Partisë Socialiste, po reale, është kundër Partisë Socialiste, si pas qytetare digital gjithmonë, nuk ka asgjë Belinda, jo, e kanë me mua. Çdo gjë, thoshte Rama, e kanë me mua. Pra, aty frenat në dorë i ka marrë Belinda, Lubia. Sigurisht që kjo çështje tani ka eksploduar, por edhe kjo ka habite vetë brenda. Se të lash në arrest shtëpi e ti, ata drejtorë që mund të përmbysin çdo arkiv, të pezullosh Lubin, hajde për Lubin se në base e gjykojnë që Rama s'do e heq imunitetin dhe janë detyruar me marrë se ata për atë do e çojnë Lubin te Lalvjedhsi. Pra janë ca gjëra të pa qarta dhe nuk ka diskutim që unë përveç atyre dhanave të qytetarit digital që janë shumë llojta, nga paritja tek presioni tek gjitha mbi ata të KLP-s kush i merr vesh, por një faktor i sigurt është se ajo prani aq e fuqishme ndërkombëtare ka patur vetëm një qëllim që Edi Rama e qeveria të mos e skapin, kjo do thot pra kështu është ajo që kështu e interpretoj. Zoti Berisha, tashmë me largimin e Altin Dumarin nga prokuroria e posaçme, a do të vazhdoni ta quani SPAK-un si organizatë kriminale dhe a besoni se Klodian Braho do të bëjë hetime të drejta? Edhe një herë, cili do që mendon se deklaratën për organizatë kriminale e kam politike, i kërkoj vetëm një gjë. Të lexoj dosjen Toyota Yaris. Cili do? Të lexoj dosjen Toyota Yaris. Vetëm të ka shumë dosje tjera, po unë po them vetëm këtë. Dhe do bindet nëse ka në skap një grup të strukturuar kriminal
apo një organizatë kriminale të përbërë nga tre, se kjo dallimi është, mos gaboj unë, mbi numrin e antarëve, ose një grup. Unë mund të numroj këtu, brenda skapit, të paktën 5. 5 emra aty. Atëherë, në qoftë se ti I ke të gjitha këto, dhe ti nuk merr asnjë mas, brenda skapit, si mund të besoj unë? Mos më mbetet gjë tjetër dhe njerë të kërkoj të gjitha atyre që kanë objeksion për këtë cilësim timin, lexoni atë dosje dhe më thoni kush e ka gabim. S'mund thëmë kur. Dhe nesër po t'i gjej një dosje të këtij, absolutisht e një gjë do them, po gjej një grup tjetër. Unë jam opozit, do mbroj interesin publik pavarësisht nga çdo çmim. Ja u them ju këtu. Pavarësisht nga çdo çmim, do mbroj interesin publik. S'kam asgjë. Merr dosjet 184 dhe 338. Dosje zyrtare, legale të krimit monstruoz elektoral. Çfarë t'i them ati? Po ato kanë bëjnë me themelet e pluralizmit. Kjo është e vërtetë. Nuk kam pse unë rastis kam pak të dosje, mund të ketë të tjera që janë më keq. Po dosja Toyota Yaris është dosja që fakton atë që kam thënë unë. Ka dhe dosje tjera që faktojnë. Qarë? Po pse di shkon dhe merë një komisioner apo një person X në arte, kurse Taulant Balla që bën pazarin e votave me bandën e Elbasanit, dhe e ke në dosje, si thua një fjalë. Më thuj, a është kjo? A duhet opozita të qëndrojë? Unë them se po. Ne prandaj dhe qëndrojë. Faleminderit.